إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم ذا لافدريم تكون تماضي الله atë falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai na ka dhuru dhe prej të mirave të tij që në Islam na ka udhëzu. Salatet tona dhe përshëndetjet tona të pandërprera ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij besnik dhe fisnik dhe gjithë atyre të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër e besimtar, nuk janë të njëjtë në këtë botë ata të cilët angazhohen dhe punojnë për ahiret. Nuk janë të njëjtë ata të cilët i neglizhojnë ajetet e Allahut dhe argumentet e tij dhe ja kthejnë shpinën porosive të Allahut dhe porosive të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu në këtë dunjë njerëzit i ka bërë të barabartë në aspektin fizik dhe ju ka dhënë atyre të nashqisat të cilet ata mundën mi pas, të shikuarit, të dëgjuarit, nuhatjen, hecjen dhe gjitha gjymtyr tjera të cilet janë në shërbimin e njeriut. Dhe Allahu në këtë botë njerëzit i ka lënë që të zgjedhin. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush dëshiron le të besojë Allahun e kush dëshiron le të mohojë ata. Toka, dunjaja, e ceka dhe në xhuman e kaluar është vend i veprimit dhe nuk është vend i llogarisë dhe shpërblimit. Andaj Allahu na i tërheq vërejtjen duke na treguar në ajete kuranore që Allahu njerëzit nuk i vlerëson në aspektin se si ata duken, mirë po Allahu i vlerëson njerëzit në aspektin se si ata veprojnë dhe punojnë. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famëlar: La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Nuk janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë. Allahu tha: Afa naj'alu al-muslimina kal-mujrimin? Apo mendoni që do t'i bëjmë ata të cilët bëjnë krime, kriminalët të barabartë dhe të njëjtë, sikurse me besimtarët? Ma lakum kayfa tahkumun? Çka është me ju që kështu ju po gjikoni? Që don të thot Allahu nuk i bën njerëzit e mirë dhe të ligët të njëjtë në peshore ditën e gjykimit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu tha: Inna Allaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Me të vërtet, Allahu nuk shikon në pamjen e juaj, në fizionominë e juaj, i bukur, i trash, i holl, i gjatë, i shkurt, mirë po, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Me të vërtet, Allahu shikon në zemrat e juaja dhe veprat e juaja. Të nderuar vëllezër, në këtë dunjë Allahu na ka lënë të lirë në përzgjedhjen tonë. Sot ne me ligjet e dunjës dikonin mumi me hik, me boni hile dhe mos me gjiku dhe dënu. Mirë po të Allahu subhanahu wa ta'ala është dita në të cilën nuk ka a dit hike. Yawma idhin tu'radun,
a ditë kur dalë në para madhnisë Allahu subhanahu wa ta'ala, la yakhfa khafia, Allahu nuk I fshehet asgjë. A ditë njeriu ka me dashur me fshehë diçka nga veprat e tija, Allahu ja çet filmin përpara të gjitha veprave të tij dhe nuk mundet me mohu për arsye se dëshmit, argumentet I dalin para për çdo veprim të cilin ai ka bën. Allahu na mëson me dal faqe bardh, ja Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët zgjohen dhe e prishin xhumin e tyre, ata të cilët I prishin trenyjet e shejtanit për namaz të sabahut, çohen sefte nga xhumi, pastaj morin abdes dhe falin namazin, nuk janë të barabartë ata të cilët që shka në hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që shejtani njeriu t'ja ban 3 nyje, 3 rrethe. Dhe kur çohet ai pari dhe thot bismillah, e prish një nyje, kur merr abdesin e prish edhe një nyje, kur çohet dhe I fal 2 recate të farzit, e prish edhe nyjen e tretë dhe çohet në shitul qalbi, çohet njeri I cili është pozitiv dhe aktiv, ndërsa Allahu na rujt, shejtani vjen ndonjërit prej nesh, I thot në kulmin e xhumit në namaz të sabahut, Allahu I nderoj, kështu ka në hadith, e urinon në veshin e tij dhe I thot urqud fa inna laka leylun tawil, pusho dhe flese për ty është një natë e gjatë. Çohet pasi që të lindë dielli, keslanul badan, çohet trupi I tij është dembel dhe shpirti I tij është shumë negativ. Allahu na ruaj nga lloji I tillë ya Rabbel Alamin. A mundet të jesë një njeri I barabart me atë I cili I prish këto trynie kur çohet për namaz të sabahut, dhe ai I cili nuk e prish komoditeti dhe çndron në shtratin e tij, nuk po them me dal në xhami, po me fal edhe në shtëpinë e tij në kohën e vet, a janë të barabart? Padyshim që nuk janë të barabart. A janë të barabart ata të cilët I ballafaqojnë sprovat, sikur se Imam Ahmedi rahimullah, ku në kohën e tina gjithë ulemat ranë në sprovë përpos një pakice, të cilët thanë që fjala Allahut Kur'ani është I krijuar. Imam Ahmedi rahimahullah çndroi dhe çka ndodhi në xhenazën e tij kur ka dalë me fal vëllezër të nderuar, transmetohet që në Bagdad nuk ka pas vend vëllezër të nderuar ku me shku me mor abdes në për xhamia, saqë I kanë qenë njerëz shtëpitë e tyre më I thon bujrum dhe ejani me mor abdes. Ky ka qenë nga numri I madh kur ai ka çndrue, ndërsa ata të cilët lëshum pe apo ranë në sprov, emrat e tyre vëllezër të nderuar nuk njihen në histori. A janë të barabartë ai I cili në kohë të sprovave e kap Islamin dhe e masi gaca, dhe ai I cili në kohë të sprovave mundohet me lëshu pe, nuk janë të barabartë vëllezër të nderuar. Andaj Allahu subhanahu wa taala I vlerëson njerëzit sipas veprave të tyre dhe sipas nijeteve të tyre. Andaj të kujdesemi që ta stolismi fletorën ton, ta heshojna punët e tona me vepra të mira, për arsye se tek Allahu subhanahu wa taala do të vlerësohet njeriu me vepra. Po një ashtu vepra e cila nuk ka sinqeritet është sikur se trupi pa shpirt. Kur trupi është dhe është shpirti është I vyshëm dhe I dobishëm, në momentin që nga njeriu largohet shpirti, trupi fillon të kalbet dhe është I padobishëm. Kështu është edhe vepra të nderuar vëllezër. Nëse asaj nuk I shtohet sinqeriteti, niyeti I mirë, ajo bëhet e vyshkur dhe nuk është e dobishme. E kanë thonë ulemaja, sa vepër të madhe, ndoshta unë hoç, ndoshta dikush prej juve hizmeçari xhamias me vite, sa vepra të mëdha I ka zvoglu niyeti, I ka prish. Dhe sa vepra të vola I ka ndreq niyeti dhe I ka bën peshore të rana në ditën e gjykimit. Andaj shikoni se si kemi me dalë para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Lut Zotin e madh që Allahut na bëje për atyre të cilët dalmi para Allahut faqebardh me iman dhe sinqeritet ya Rabbel Alamin, me vepra të randa në peshore. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafuru ar-rahim.